Vjosa përgëzon Trumpin për paqen në lindjen e mesme, por kur Amerika flet për Kosovën, nuk e dëgjojnë. Si funksionon kjo logjik? Kur s'prek ty, Amerika është e mençur. Po kur prek Kosovën, papritmas bëhesh i pavarur. Jo, kjo s'është pavarësi. Kjo është hipokrizi e pastërt politike. Amerika e dim të gjithë se shpëtoi vetëm Izraelin. Na ka shpëtuar dhe neve. Pa Amerikën, Kosova s'do të kishte as liri, as ushtri, as siguri, as pavarësi. E kur ti përgëzon Trumpin, por ignoron SBA-n për Kosovën, s'po tregon forcë, po tregon mungesë boshti, për të mos thënë mungesë dije. Ky është nonsensi institucional i Kosovës sot. Leadershipi që s'di këdo, veten apo pushtetin. Di një gjë, me aleatën që të ka ndërtuar shtetin, nuk luan dot.